Si që dëgjuam prej materialit para prek se shëndeti oral është shumë i rëndësishëm, edhe mirëmbajtja e tyre po ashtu, është mëse e nevojshme dhe kjo ka bërë që edhe shkencëtarët në Londër të rrisin për herë të parë dhëmb në laborator që do të rigjenerohen në mënyrë natyrale, duke integruar në nofull si dhëmb të vërtetë. Shkencëtarët nga King's College London kanë bërë përparim të madh, duke rritur një dhëmb njerëzor në kushte laboratorike, duke përdorur qeliza staminale, qeliza burimore dhe teknika të avancuara të inxhinierisë së indeve. Në këtë proces ata kombinuan qeliza të mishit të dhëmbit nga embrione me qeliza njerëzore të mishit të dhëmbit për të nxitur formimin e një strukture që më pas u rrit si një dhëmb i plotë. Zëvendësim natyral i dhëmbëve. Në vend të implanteve artificiale, pacientët në të ardhmen mund të kenë dhëmb të rinj të gjeneruar nga qelizat e tyre, që janë biologjikisht të përshtatshëm me trupin. Përdorimi i qelizave vetjake do të ulë ndjeshëm rrezikun e refuzimit nga sistemi imunitar. Kjo teknologji mund të zgjerohet edhe për organe të tjera në të ardhmen, ndërsa shumë specie mund të rigjenerojnë dhëmbët e tyre. Njerëzit kanë vetëm një shans për të rritur një palë dhëmb dhe të shëndetshëm. Shkencëtarët nga King's College London kanë arritur të rrisin një dhëmb njerëzor në kushte laboratorike, dhe ndonë se kjo arritje mund të jetë ende larg nga mbushja e boshllëqeve në gojën e dikujt, studiuesit thonë se ajo po plotson boshllëqet në kërkime. Një dhëmb në mënyrë biologjike, duke e rritur atë sërish, më tërhoqi drejt Londrës dhe në King's, shpjegon drejtoresha e stomatologjisë rigjeneruese Dr. Anna Angelova Volponi. Duke rritur një dhëmb në një enë laboratorike, në të vërtet po plotësojmë boshllëqet në njohuri. Një buzëqeshje perfekte është shumë e dëshiruar sot. Më shumë njerëz po i drejtohen telave apo implanteve për të arritur pamjen e dëshiruar. Dhëmbët e rritur në laborator do të rigjenerohen në mënyrë natyrale, duke u integruar në nofull si dhëmb të vërtet. Ata do të jenë më të fortë, do të zgjasin më shumë dhe nuk do të kenë rrezik refuzimi nga organizmi, duke ofruar një zgjidhje më të qëndrueshme dhe biologjikisht të përputhshme se sa mbushjet apo implantet. Ekipi i King's në bashkëpunim me Imperial College London ka arritur të prezantojë një lloj të veçantë materiali që mundson komunikimin mes qelizave. Kjo do të thotë se një qelizë mund t'i thotë një tjetre të fillojë të shndrohet në qelizën dhëmbi, duke imituar ambientin natyral të zhvillimit të dhëmbëve dhe duke u dhënë shkencëtarëve mundësinë të riprodhojnë këtë proces në laborator. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, e bashkë me mua është edhe gazetarja jonë Sara Sheu, e cila gjatë ditës së ejnë ka qëndruar në Prishtinë, ku ka marrë